Dhoma e përfaqësuesve ka votuar pro projekt ligjit që urdhëron Departamentin e Drejtësisë së SBA të publikojë të gjitha dosjet që ka në lidhje me Jeffrey Epstein. Mësohet se në procesin e dieshëm pati 427 vota pro miratimit të projekt ligjit dhe një përfaqësues që votoi kundër. Ai që votoi kundër ishte republikani Clay Higgins, i cili menjëherë postoi në rrjetet sociale për të shpjeguar pse nuk e mbështeti projekt ligjin. Që nga fillimi un kam thënë një jo parimore për këtë projekt ligj. Ajo që ishte e gabuar me projekt ligjin 3 muaj më parë, është ende e gabuar sot. Ai braktis 250 vjet procedurë të drejtësisë penale në Amerikë, siç është shkruar. Ky projekt ligj zbulon dhe lëndon mira njerëz të pafajshëm, dëshmitar, njerëz që kanë dhënë alibi, antar të familjes e të tjerë. Nëse e miratohet në formën e tij aktuale, ky lloj zbulimi i gjerë i dosjeve hetimore penale, i lëshuar në një media të tërbuar, absolutisht do të rezultojë në lëndimin e njerëzve të pafajshëm, jo me votën time. Komiteti i mbikëqyrjes po kryen një hetim të plot, që tashmë ka publikuar mbi 60.000 faqe dokumente nga çështja Epstein. Kjo përpjekje do të vazhdojë në një mënyrë që ofron të gjitha mbrojtjet e duhura për amerikanët e pafajshëm, nëse Senati e ndryshon projekt ligjin për të adresuar siç duhet privatësinë e viktimave dhe amerikanëve të tjerë, të cilët janë të emëruar por jo të implikuar penalisht, atëherë unë do të votoj për atë projekt ligj kur të kthehet në dhomën e përfaqësuesve, tha ai në një postim në X. Projekt ligji duhet të miratohet ende në Senat, ku republikanët mbajnë 53 nga 100 vende. Por udhëheqësi i shumicës në Senat, John Thune, një republikan, mund të zgjedhë të mos e mbajë votimin. Nëse projekt ligji miratohet nga Senati, ai duhet të nënshkruhet nga presidenti. Donald Trump tha se do ta nënshkruante projekt ligjin dhe do t'i jepte popullit amerikan gjithçka kishte në dorë për Epstein. Një përmbysje e jashtëzakonshme e fatit për projekt ligjin, që kur arriti nënshkrimet e nevojshme të mërkurën e kaluar. 2 javët e fundit, çështja e Epstein me në fokus disa mesazhe që përmendnin emrin e presidentit Trump, krijoi një zhurmë të madhe në SBA, me demokratët që përfituan nga rasti për t'i hedhur benzinë zjarrit, pas shumë refuzimesh nga shtëpia e bardhë për publikimin e dosjeve. Trump ndryshoi mendim dhe vendosi që të pranojë nismën e demokratëve për publikimin e plotë të dosjes. Publikimi i plotë i dosjeve të Epstein do t'i jap fund një ere mirë teorive dhe aludimeve të shumta për njerëzit e përfshirë në të.